demonstrojnë veri. Në aspektin politik, kemi rikthimin e kryetarëve të komunave, sepse ata dhanë dorë që u larguan gjyqtarët, prokurorët, policët e tjerë. Që u vlerësuesi pozitive për IBE-s normal, dhe u qenë mosat. Po mosat janë vendosur pikërisht për atë punë, sepse është kërkuar që të mbahen zgjedhje, mbasi që u majt ato zgjedhje nuk mor komuniteti serb pjesë, sepse normalisht konsiderohej. Po pezulimi dialogu strategjik që është shumë interesant për publikun Kosovë. Po konsiderohej si veprim i parësyeshëm dhe jo përfaqësues, jo legjitim në aspektin legal, por jo legjitim në aspektin e përfaqësimit qytetar, dhe kërkohet mbashin zgjedhje, qeveria insistonte mos me mbajt dhe vendosën sanksione dhe Kosova i humbi 1 miliard euro. Sot janë rikthy e drejt e tyre, sepse ky është sistemi që kemi ndërtu, ata përfaqësojnë popullsinë lokale në komunat e tyre, po duhet të zbatojnë ligjet e Kosovës. Pra ne duhet të insistojmë që zbatohen ligjet e Kosovës. Ne përpikmi, ka përmirësim të vazhdueshëm, por duhet ta mirëmbajmë, ta ndërtojmë hala më mirë situatën, por gjendja juridike është aty. Problemet me marrëveshjen e vitit 2013, prillit 2013, thashi Dačić, pastaj marrëveshjen përparimit të artimit të statutit të asociacionit, me gjithë se i ka ato siguresat e letrës Mogherinit dhe të Nenit ku flet se duhet shkojnë gjykatë shëtuese për të pashtë në pajtim me Kushtetutën e Kosovës, janë problematike, ashtu siç është problematike marrëveshja e zotit Kurti, ku parashe vetë menaxhimin si kategori e re e cila është problematike si mas kartës evropiane dhe qeverisjes lokale. Dhe marrëveshja për sekuencimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Pra, de facto kemi një përmirësim situatës sundimit të randit të ligjit, mos se trajtojmë në aspektin nacional, edhe pse son të mundem me thonë hajde se jemi para zgjedhjeve të thonë posulojmë na shqiptarët atje, por ne duhet të themi që kemi sundim të randit të ligjit momentalisht më të mirë në veri dhe duhet ta mirëmbajmë dhe zhvillojmë më mirë edhe për interesin e komunitetit lokal. Dhe ky duhet të jetë diskursi që na e bojmë në politikën e Kosovës dhe para partnerëve ndërkombëtar se është makollaj me fitu për krahje. Ndërsa në aspektin juridik problemet janë aty. Ato probleme duhet më marrë kushdo që t'jenë qeveri nesër. Drenori falim drenorit fundit, edhe unë e kam pastaj një Po flasë për 29 dhjetorin, pra tonën, referencë po e quaj edhe njëherë, e thashtë edhe me musafirin para jush, që referencën zgjedhjet e 9 shkurtit, bilet paktën saj për këtë renditjes subjekteve politike. Për mu ka shumë rëndësi besoj edhe për shumë qytetar ku është pozicionimi i LDK-s nëse është e treta prapë në pozicion. Pra, a do të kemë potencialisht një situatë që ka qenë në Gjermani, kur ish kancelari Scholz humbi zgjedhje dhe natën e zgjedhjeve ishin në një debat të tillë, edhe tha që më jap dorëheqje, marr përgjegjësinë, por e autorizoj subjektin tim politik që të bashkëpunoj me subjektin fitues dhe mos lejoj subjektin e dytë, këtë rast që është AFD-ja, pra një parti e spektrit të djathtist, pra që na e dim se çfarë. Djathtës ekstreme dhe dhe është zoti Albert Gashi në zërat e brenda LDK-s që do t'i